Mbrëm rreth orës 24:20 dhe në orën 1:25 zyrtar policor të Departamentit të Punëve të Brendshme Gostivar në rrugën Trajko Jovanovski kanë privuar nga liria SD 21 vjeç dhe AM 34 të dy nga Gostivari. Gjatë kontrollit tek ata u gjet dhe u konfiskua nga një pako me kokainë. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Sot rreth orës 6:05 në SPB Tetov, ED nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 5:40 derisa kishin një fest familjare në shtëpi, pas një grindjeje të shkurtër verbale, bashkëshorti i saj SK 51 vjeç është sulmuar fizikisht nga dhëndri. Sipas denoncimit, gjatë sulmit i njëjti ka nxjerrë edhe një send të mprehtë dhe ka kërcënuar se do ta vras, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 17:20 EI 19 vjeç nga fshati i Senokosi Gostivarit ka denoncuar se rreth orës 16:45 derisa po dilte nga një objekt hotelerik në Gostivar, është sulmuar fizikisht nga dy të mitur. Sipas denoncimit, më pas edhe babai i njërit prej të miturve e ka kërcënuar EI-n, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 22:05 në SPB Tetov, JR nga fshati Blac, komuna e Bërvenicës, ka denoncuar se derisa ishte në vendin e punës në një fabrik në zonën e industrializuar të zhvillimit teknologjik në Tetov, është sulmuar fizikisht nga punonjësi JS nga fshati Toplic, Gostivar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 19:45 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, është denoncuar se në rrugën Vëllazërim Bashkim në Gostivar, automjeti i pasagjerëve Volkswagen Sharan me targa të Gostivarit, i drejtuar nga XM 63 vjeç nga fshati Turçan i Vogël Gostivar, ka goditur këmbësorin PP 76 vjeç nga Gostivari. Në aksident, këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në qendrën urgjente Gostivar. Me urdhër të prokurorit publik është kryer mbikëqyrje nga ekipi hetimor i Departamentit për Punë të Brendshme Gostivar.